Përfshini si familje edhe rastet që sipas ligjit që keni propozuar për ndryshim të gjinis, një burr që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë gru, ose një grua që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë burr. Ato se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Konsideroj çështje të familjes, po çështje gjinore. Mund të bëjmë një debat në një ditë tjetër për çështje gjinore. Zotëri Kryeministër, a mund të na shpjegoni cili do të jetë angazhimi i qeverisë në Ministrinë për Punë, Familje dhe Vlerat Luftës, sidomos sa i përket çështjes së familjes? Si e shihni ju familjen në kuadër të kësaj ministrie dhe kush do ta përbëj familjen sipas konceptit tuaj? A do të përfshini si familje edhe rastet që sipas ligjit që keni propozuar për ndryshim të gjinis, një burr që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë gru, ose një grua që ka ndryshuar gjinin dhe është bërë burr? A do të njihet si familje? A do të njiheni si familje martesas mes njëjtës gjini? A do ta njiheni si familje një grua që ka lindur fëmijë nga një dhurues i spermës? A do të angazhohet kjo qeveri për të drejtat e këtyre kategorive, duke qenë se ju keni deklaruar se këto janë të drejta dhe se për ju kjo nuk është vetëm një e drejtë e merituar, por një e drejtë që buron nga bindja juaj personale dhe angazhimi juaj politik si kryeministër dhe si kryetar partie. Po ashtu ju keni deklaruar se rreth 10% e popullsisë ka orientim të tillë seksual. Pra, do të jetë angazhimi juaj si qeveri dhe si grup dhe i grupit tuaj parlamentar që të realizoni këto qëllime, pra të drejta të këtij 10% si që quani ju. Dhe në fund ju keni deklaruar se pikërisht konservatorët janë ata që janë pro lejimit të martesave të njëjtës gjini. Në grupin tuaj parlamentar, pas këtyre deklarimeve, ka një numër të konsiderueshëm deputetësh që njihen si konservator, si musliman ashtu edhe katolik. Madje ju janë bashkuar pas këtyre deklarimeve. A do të thotë kjo se këtë angazhim po e bëni edhe për hir të këtyre konservatorëve? Mirë, fjala është për kryeministrin Kurti. Është e qartë se kjo nuk ishte një pyetje, po ishte një pyetësor. Unë nuk kam se si ju përgjigjem gjitha këtyre çështjeve, por ajo që do të them është se mandatin e kaluar, edhe në këtë mandat për herë të parë kemi ndërmarrë hapa të qartë dhe të matshëm për të vendosur familjen në qendër të politikë bërjes shtetërore. Së pari, janë vendosur dhe po zbatohen shtesat për fëmijë dhe lehona, si politika të reja, të cilët nuk kanë ekzistuar më parë në këtë formë dhe shtrirje. Këto masa përfaqësojnë një ndryshim thelbësor në qasjen e shtetit ndaj familjes. Nga një rol pasiv në një mbështetje aktive dhe drejt për mirëqenjen e saj, duke kontribuar njëkohësisht në nxitjen e natalitetit dhe përmirësimin e perspektivës demografike të popullit të vendit tonë. Së dyti, për herë të parë kemi nisur reformën e thellë të asistencës sociale, e cila është tashmë në fazë të avancuar. Kjo reformë synon eliminimin e padrejtësive dhe mbivendosjeve, identifikimin më të saktë të familjeve në nevojë, vendosin e standardeve të qarta dhe krijimin e një sistemi që e mbështet familjen realisht, duke e lidhur ndihmën me dinjitetin dhe aktivizimin në treg të punës. Dhe së treti, në përputhje me zotimet tona programore, kemi integruar në politikat qeveritare mbështetjen për kujdesin e hershëm të fëmijëve përmes përfshirjes së gjyshërve gjenerata për gjenerat, si një model që jo vetëm e lehtëson barrën për prindrit, por edhe e forcon lidhjen ndërbreznore brenda familjes. Tash, çështjet të cilat u adresuan këtu, nuk i konsideroj çështje të familjes, por çështje gjinore. Mund të bëjmë një debat në një ditë tjetër për çështje gjinore, por siç e dini, ministria është ministria e punës familjes, jo e çështjeve gjinore, e punës, familjes dhe vlerave të luftës çlirimtare. Jo vlerave të luftës, po vlerave të luftës çlirimtare, se lufta jo nga qenë çlirimtare. Faleminderit, duket që është i gatshëm mënyrë për pyetje plotësuese zoti Ramani. Fjala është për ta. Faleminderit nën kryetar, absolutisht që edhe për 4 vite ke pas mbështetjen e plot nga ona ime dhe kontributin me atë sa kom pas mundësi në çështjen e mbështetjes së familjes tradicionale shqiptare. Po unë po pyes shumë konkretisht. Një çift i martuar mes 2 burrave, e që sipas ligjit juve njëri ka mujt me shku me u regjistru si grua dhe me u martu, e tjetri me qëndru si burr.
ku me anë të ligjeve të Republikës Kosovës i kishin taku të gjitha të drejtat e një çiftit, edhe në adaptim, edhe në secilin të drejtë që i ka një çift i martuar mes një burri dhe një gruaje. A e konsideroni si familje këtë çift, edhe a i konsideroni si familje rastet ku me ligj keni propozuar që një grua e pamartuar të ketë mundësi të lindë fëmijë përmes një dhuruesi i cili është i panjohur dhe nuk njihet. Këto janë dy ligje të cilat ju si qeveri keni propozuar, unë i kom... Fjala për kryeministrin Kurti. Pra, kjo qeveri ka ministri për punë, familje dhe vlerat luftës çlirimtare, ka një qasje 3, është e strukturuar edhe afat gjatë për familjen, më lejoni t'i përmendit çka ka 3 në këtë ministri. Është themelimi i Departamentit për Politika Familjare si mekanizëm qendror për zhvillimin dhe koordinimin e politikave familjare, pastaj zgjerimi i shërbimeve sociale në nivel lokal përmes mbështetjes konkrete për komunat dhe organizatat që ofrojnë shërbime për familjet nevojë 2.5 milion euro në vit, mbështetjen e aktivizimit grave në tregun e punës përmes programeve si Superpuna për gratë, me qëllim forcimin e pavarësisë ekonomike të grave dhe rritjen e mirëqenies familjes, mandej ndërtimin e fondit sigurimeve shoqërore, i cili garanton mbështetje të qëndrueshme financiare për familjet përmes mbulimit të pushimit të lehonisë dhe prindror për të dy prindrit, si dhe mbrojtjes në rast të humbjes së vendit punës, mandej ndërtimin e modelit One Stop Shop që ka me centralizu dhe thjeshtu qasjen e familjeve në shërbime në zyra lokale, pra sa më pranë tyre, zhvillimin e politikave për banim social dhe të përballueshëm për familjet, si një nga shtyllat kryesore për forcimin e stabilitetit familjar dhe adresimin e sfidave demografike. Këto masa janë pjesë e një vizionit të qartë të kësaj qeverie, familja në Kosovë të ndihet e mbrojtur, e mbështetur dhe e përfshirë realisht në zhvillimin ekonomik e shoqëror të vendit. Çdo gjë që bëjmë është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kur do të ketë nisma, kur do të ketë propozime për ndryshim të tij, atëherë do të mund të diskutojmë ato. Mirë po, tash unë po tregoj se çfarë kemi bërë dhe çfarë po bëjmë për të gjithë qytetarët pa dallim. Vështirë mos shfryzohet e drejta për të përmbylluar diskutimin nga zoti Ramani, fjala është për deputetin Ramani. Faleminderit nën kryetar, faleminderit kryeministër, nuk mora përgjigjen ato që ka kërkova, por po du me jap një konkludim për shkak që në 3 ligjet cilat në agjendën legislative për vitin 2025 janë ato ligjet cilat në mandatin e kaluar, jam kon janë prej njerëzve që kom diku që mos me kalu, edhe kodi civil, edhe ligji për gjendjen civile ku parashihet ndryshimi i gjinisë, por edhe ligji për fertilizim. Kështu që unë veç po ju uroj sukses ish kolegëve, sidomos atyre konservatorë në thojza për vazhdimin dhe mbështetjen e kësaj agjende majtë që unë me juve tash më pajtohem për shkak që keni transparent dhe e vlerësoj qëndrimin e juve në këtë aspekt, kështu që unë kundërshtoj politikisht, amo në aspektin e respektimit, absolutisht që ke respektin e plot si kundërshtar politik në këtë pikë.